Çmimi I shitjes së vezëve në burim nga pularit pothuajse është dyfishuar. Prej pularive veza po tregtohet me çmim nga 20 deri në 21 lekë për kokër, ndërsa në tregun e Pakicës, çmimi I shitjes për vezën e hapur ka arritur në 25 lekë për kokër. Përfaqësues të një ndër pularive kryesore të vendit pohuan se çmimi I shitjes së vezës në burim varion 20 deri në 21 lekë për kokër nga 10 deri në 11 lekë për kokër që shitej më parë. Çmimi I tregtimit të vezëve është rritur nga 90 deri në 100%. Në tregun e Pakicës, çmimi I shitjes së vezës së hapur është 25 lekë për kokër, nga 17 deri 20 lekë që tregtohej më parë, rritja 20 deri në 47%. Drejtuesit e pularive theksojnë se shtrëngtimi I çmimit u ndikua nga rënja e prodhimit, pas ngordhjes së shpendëve me shfaqjen e gripit H5N1 në fillim të muajit mars në disa kapanone në zonën e Durrësit. Deri në javën e parë të muajit mars, sipas të dhënave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, numri I shpendëve të azjesuara arriti në 67.000 krerë pas infektimit të tyre me gripin H5N1. Prodhuesit gjithashtu pohojnë se po përballen me rënje të fuqisë blerëse jo për shkak të ndryshimit të çmimit, por nga frika e konsumatorit. Operatorët garantojnë se vezët e prodhuara janë të sigurta, pasi në eficiencë prodhimi janë vetëm shpendët e shëndetshëm, ndërsa shpendët e prekur nga gripi u azjesuan dhe në fazën e marrjes së gripit e nuk arrin të prodhojnë. Grupi I shpendëve u shfaq në vend edhe 3 vite më parë, në mars të 2022-shit, dhe rënja më e madhe e prodhimit të vezëve ishte në qarkun e Durrësit, ku është I përqendruar numri më I lartë I stabilimenteve të rritjes së shpendëve. Në Durrës, prodhimi I vezëve për 2022-shin ra rreth 48% krahasuar me vitin paraardhës. Në total, sipas të dhënave të Instat, në vitin 2022 numëroheshin rreth 4.9 milion pula në të gjithë vendin, krahasuar me 2021-shin, numri I tyre ra rreth 5%. Edhe në atë periudhë, rënja e prodhimit solli shtrëngtim të çmimit të vezës deri në 25 lekë për kokër në tregun e Pakicës.